Alarm i Arselisë Cias në Virginia, një person qëllon me armë zjarri. Ka qelluar në ajër me armë zjarri pranë selisë Cias në Virginia, teksa në pak momente gjithë zona u rrethua nga forcat e policisë. Departamenti i policisë tha në një njoftim në X se kishte të bënte me një incident izoluar tashmë në selinë e Cias. Divizioni i operacioneve speciale është në vendngjarje duke ndihmuar, theksoi në deklaratë. Një transmetim i drejt për drejt shfaq momentin kur autoritetet shkojnë në vendngjarje me automjete. ABC News raporton se personi dyshohet se ka kërcënuar verbalisht jashtë portës së Cias dhe më pas ka shtënë në ajër. Autori është neutralizuar ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur dinamikën e ngjarjes.